Miq të emisionit Koha Shtesë, do të rikthehemi me intervistat tona të zakonshme, pasi po afron gjithmonë më tepër koha e Shqipërisë. Shqipëria do të ketë ndeshjen me Anglinë, edhe pak ditë na ndajnë nga ky takim, por çështja e momentit dhe tema shumë e përfolur e këtyre ditëve është padyshim Etnik Bruti. Bëhet fjalë për kapitenin e Kosovës U21, i cili është pajisur me pasaportën shqiptare dhe tani do të jetë pjesë e Shqipërisë së Silvinjës. Shumë diskutime ka sjell ky afrim i Silvinjës për Etnik Brutin nga Kosova U21, teksa të shumt janë personazhet sportiv në Kosovë, kryesisht trajneri i Kosovës U21, Afrim Toverlani, i cili ka quajtur tradhtar Etnik Brutin, por edhe shumë përshkrime të tjera duhet të thënë që në Kosovë nuk është komentuar shumë mirë ky afrim i Etnik Brutit në Shqipëri. Megjithatë, në mesin e shumë gjërave të këqija, ne si mision Koha Shtesë kemi dhënë gjithmonë vëmendje gjë së mirë, shembullit të dur, dhe na është mbushur zemra gjithë ne shqiptarëve, sidomos ne nga kufiri zyrtar i Shqipërisë zyrtare, pra kur kemi parë Taulanda Jakon, ish futbollistin i njohur në Kosovë, ka luajtur për shumë ekipe në Kosovë, i cili ka qenë pikërisht në atë frymën e bashkimit, teksa i ftuar në një emision në Kosovë, është shprehur se po egzagerohet e gjitha kjo, po egzagerohet çështja e Etnik Brutit, i cili po cilësohet si tradhtar, kur në fund të fundit po vjen vetëm te Shqipëria. Përshëndetje Taulanda Jako dhe faleminderit sigurisht. Përshëndetje nderuar, kënaqësi të jemi bashkë. Dua të ndalem pak pikërisht te kjo pjesa e fundit. Në fund të fundit po vjen vetëm te Shqipëria, apo jo? Absolutisht po. Është një lloj momenti ku shoqëria jon duhet ta ketë qartë këtë gjë, edhe kjo është e padiskutueshme. Nuk është vetëm tani, po ka qenë e padiskutueshme në gjithë historinë tonë të përbashkët. Sado që mund të ketë pas zëra të njerëzve nga mendimet e dehura, asnjëherë nuk tjetërsohet ajo çka na përbashkon ne, edhe ajo është flamuri kombëtar. Sigurisht ky momenti i kalimit të Brutit e shpërfaqi prap një pjesë njerëzve që kanë shkurt pamësi në këto gjëra, edhe trajtojnë gjën si diçka përjashtuese ne edhe ata, ku në fakt nuk do duhet kishte asnjëherë, as nuk do duhet ketë asnjëherë këtë lloj diskutimi. Neve kemi fatin shumë më të madh se çdo kom tjetër, që trinë ton të kenë mundësi edhe më të mëdha të përfaqësimit, edhe sikur përfaqëson Kosovën, edhe kur përfaqëson Shqipërinë, absolutisht nuk duhet vjet asnjëherë në diskutim ky lloj diskutimi. Tauland, nuk e di çfarë të reja është kemi një nga Etnik Bruti, me sa ti ke informacion, a do të jetë pjesë e listës së Silvinjës pikërisht për të ndeshjet e marsit, siç e theksuam, apo mund të kemi ndonjë surprizë, mund ngelet jashtë? Logjika ma thotë se sigurisht do të jetë pjesë e listës për faktin e vetëm mënyra se si Silvinjo ka sjell te kombëtarja shqiptare, mënyrën e operimit të tij, duke punuar me talent edhe duke i analizuar ata në atë punën e përditshme të veten, ka treguar që për herë ka pas guximin të ftoj lojtar të rinj edhe t'ju jap hapësirat e veta. Kemi pas në këtë lloj diskutimin Kosovë, Shqipëri ose lojtarë që kanë luajtur të trinjtë e Kosovës edhe vazhdojnë luajnë për kombëtaren shqiptare. Kemi pas raste të jashtëzakonshme të suksesshme. Rasti i ish kapitenit Ardian Ismaili, për shembull, është i ngjashëm me këtë të Brutit. Kosova nuk i dha rast, Shqipëria e mori, i dha hapësirën e vet, djali u promovua, jo vetëm se u promovua sepse ai ishte lojtar i jashtëzakonshëm, mirë, vetë Kosova nuk kishte trajtimin e duhur, zgjodhi Shqipërinë edhe sot është një nga qendërmbrojtësit më të mirë në Serien A. Në aspektin sportiv, nëse shef këtë, aq sa Ismaili i ka dhënë kombëtares, aq edhe kombëtarja i ka dhënë atij në aspektin e rritjes edhe promovimit asaj vlere që ai e ka si futbollist. Kështu që kjo pikë besoj se në fakti që tashmë Bruti është zyrtarisht ka marrë pasaportën shqiptare, do të jetë i ftuar. Mirë, po ne e ngatrojmë shpesh herë këtë gjën. Kur themi është pjesë e kontingjentit që mund të kontribojë për kombëtaren, jo detyrimisht mund dikush t'i premtoj minuta ose diçka tjetër. Është një mundësi për të zhvilluar. Gjë që te Kosova, edhe kur kishim probleme me mesin e fushës, Kosova edhe njerëzit që menaxhojnë sot për sot futbollin e Kosovës nuk e pan asnjëherë të arsyeshme që të merrnin kapitenin e Unistenishave edhe ta integronin te Kosova A. Kështu që kjo është një, le të themi,
në këtë vazhdën e lojtarëve që kanë kalu prej Kosovës të kombëtarja shqiptare, ti e ke atë listë gjerë që tregon prej një farë forme shpërfaq paaftësinë e Federatës Futbollit Kosovës, për hir vërtetës, neve duhet t'i themi disa gjëra, jo për të kriju, si me thonë, polemika të kota, po për të tregu realitetin se nuk ka të bëj kjo me trajtim ose me dëshirën për të kryqëzu këta lojtarë. Është thjesht lëvizje e një kampi, të zonë këtë rast, e një stafi shumë profesional, siç po e tregon kombëtarja shqiptare, që duhet t'ju jap meritat. Edhe një paaftësie për të kuptu vlerat reale, sepse Bruti sot luan të Malisheva. Mirë po nesër, kur do të ketë rastin të luajnë në një kampionat shumë atë fort, i bie që puna e Mirfield e ka kuptu talentin e tij. Prandaj unë kam besim se Bruti do të jetë i ftuar këtë herë ka te kombëtarja. A ke informacion nëse Silvinio po vazhdon të tjerë lojtarë të Kosovës, U21, U18, U17, pra një tjetër lojtar, një tjetër Bruti, një tjetër talent Kosovës nga grup moshat? Po, kam përshtypjen se nuk mund t'i veshim vetëm Silvinios, mirë po duhet të vlerësojmë mënyrën e menaxhimit të tre të kombëtarës shqiptare. Nëse shef numrin e madh të lojtarëve që janë ftuar, sigurisht ato ka, le themi, në çdo punë mund të ketë edhe gabime, mirë po principi që ata ndjekun, kam përshtypjen se është një dimension i ri që i jep mundësi të rinjve të promovohen mbi bazën e talentit, edhe jo mbi atë që dikur, sepse tashmë që po bën mirë Shqipëria, neve nuk duhet harrojmë atë pjesën kur shpesh herë ka pas polemika mbi ftesën ose diçka tjetër. Kështu që unë gjykoj, po mendoj edhe kam informacione se ka edhe 2 lojtarë tjerë që do t'i bashkohen kombëtarës shqiptare. Edhe kjo lidhet me pjesën e, si me thonë, skautimit në kohën e duhur. Për shkak se flasim për një lojtar si Gallapeni, një lojtar i ri me shumë potencial, edhe që këtu ka ardhur pa prej mënyrës së re të menaxhimit të FC Prishtinës. Prandaj ne duhet ky lloj diskutimi na nxjerr ajo pika kryesore që është. Apo promovojmë mjaftueshëm lojtar të rinj që të kemi mundësi të ndërtojmë kombëtarët tona shumë të forta. Në këtë pikë unë gjykoj se edhe rasti i ngjajshëm me Brutin mund të jetë edhe me Hazrollajn. Për shkak se është një lojtar me shumë potencial, edhe kam përshtypjen unë edhe në aspektin taktik që Silvinio ka, lojtarët që luajnë me të majtën dhe janë shumë elegant, i ka në shep i ka pikë të dobët. Konceptualisht në taktikën që ai përdor, janë lojtarë që i shërbejnë mënyrës se si ai ndërton edhe e zhvillon lojën e vet. Pra, këta 2 lojtarë që sapo the, domethënë, thjesht kanë vëmendjen e Shqipërisë të Silvinios apo i ka dhënë fjalën Shqipërisë që do vinte Shqipëria? Kam përshtypjen se gjërat janë ma thellë se aq, për shkak se janë lojtarë me shumë potencial. Për të hir vërtetës, Kosova, Shqipëria dhe zonat shqiptare nuk duhet le të themi të dalin në delirë dhe të mendojnë se çdo vit mund të prodhojnë 10 lojtarë, 15 lojtarë shumë cilësor. Sigurisht ka shumë talent, duhet shumë punë, mirë po në momentin për cilin po flasim, këta 2 lojtarë janë lojtarë shumë interesant. Nëse na flasim për Mario Mitajn, ku askush nuk e njifte, edhe sot për faktin që kishte hapësirat për të zhvilluar te kombëtarja shqiptare, krejt njerëz e kuptojnë se sa i magjishëm është, atëherë pse mos pretendojmë se neve duhet të fillojmë që tani të mendojmë për, le themi, s'po them zavendësimin, po një back-up të një lojtari cilësor çfarë është Mario Mitaj. Edhe unë besoj që Gallapeni ka të gjithë elementet e duhur për të qenë një yll në ardhje në futbollin evropian, jo vetëm atë kombëtar. Okej, është një informacion vërtet shumë i bukur. Ndërkohë dua të rikthehemi pak te çështja e Brutit. Përse në Kosovë ka shumë zëra, se s'mund t'i përgjithësojmë gjithë që të gjithë po thonë që është tradhtar. Përse quhet tradhtar? Unë pash për shembull reagimin e trajnerit Kosovës U21 Toverlan, i cili barazon dhe Azerbajxhanin me Shqipërinë, është një nonsens komplet. Është e kuptueshme fakti që ti e rrit një futbollist, e rrit që nga ku ka qenë 8 vjeç, 10 vjeç, dhe në fund fare e merr Shqipëria, pavarësisht se i kemi atë marrëdhënie vllazërore, si ta thuash, okay, është e kuptueshme, është e rregullt sepse bie dhe vlera e punës tënde, sepse
Toverlani ka më shumë peshë, më shumë vlerë në Kosovë, si ta thua. Deri këtu është çdo gjë logjike, por që të barazosh Shqipërinë me Azerbajxhanin apo të barazosh Shqipërinë si të shkojë një lojtar te Belgjika apo te Zvicra, është komplet e palogjikshme. Edhe kjo është fatkeqësia e madhe për shkak se pesha e fjalës publike, sidomos nga njerëzit që kanë një pozicion të caktuar, duhet të jetë shumë e matur, për shkak se tani kur një njeri që shihet si idhull të zomi tifozve ose në backgroundin e vet ka një të kaluar si futbollist ose edhe si trener, duhet të jetë shumë i kujdesshëm në trajtimin e çështjeve kaq të ndjeshme, për shkak se kjo ushqen, le të themi, atë idiotësinë kolektive ose edhe një pjesë të caktuar të njerëzve sa insistojnë të kjo pjesa ne dhe ata. Unë besoj se kjo çështje sqarohet shumë qartë, nëse shef Afrim Toverlanin para 3-4 vitesh, kur nuk punonte si selektori i Unistenishave, ai e merrte me shumë sportivitet këtë pjesën kalimi, është shumë mirë ashtu si do duhej. Në fakt, përfshirja emocionale edhe trajtimi gjë sikur ai po ta braktis ekipin. Në fakt, ky ekipi i Unistenishave nuk është ekipi i Afrim Toverlanit, është ekipi i Kosovës. Nuk bën një sens, po domi më i madh është se masnej e fut këtë lloj diskursi dhe këtë lloj narrativi që një pjesë e njerëzve që janë shumë naiv dhe nuk kanë larg pamësinë e asaj që apo vjen për të ardhmen e madhe të kombit ton, fillojnë edhe mendojnë se neve mund të futemi në një cikël ku mund të flasim për kosovocentrizmin, e që është gjë shumë e gabueshme. Unë besoj se këto lloj temash që na vjen mi trajtu, edhe pse nga aspekti i sportit, janë një lloj, si themi, një lloj vaksine me cilën imuniteti jon duhet reagoj fort edhe duhet t'i përbuz këto lloj zërash, për shkak se po flasim vetëm për futboll edhe për një momentum krenarie që do duhet ta kishim ne. Sepse nuk po flasim për lojtar që ishin duke luajtë e Kosova edhe bën çmos që me avokat ose me gjëra tjera të largohen prej këtu. Po flasim për lojtar që ishin këtu, nuk u trajtuan mirë edhe po kanë një mundësi shumë mirë me përfaqësu ato që është e shenjtë për gjithë neve, flamurin kombëtar. Kështu që unë besoj që kjo është një nonsensi më i madh dhe për hir vërtetës mua nuk më pëlqen me u fut shumë polemika me se secili e ka drejtën e mendimit. Jo, thjesht është ideja për gjithë ta shqiptarët për shembull që jetojnë në Tiranë, në Berat, në Gjirokastër, i cili ai një person aty për shembull shikon videon dhe shikon këto reagimet e shtuara, një video këtu, një atje, një këtu. Edhe janë gjithmonë edhe mund të jetë një shqiptar që nuk ka ardhur kurrë në Kosovë dhe nuk e di fare se si është ajo marrëdhënia jon nga afër, si ta thuash, një gjë e prekshme, sepse është tjetër gjë kur ti e prek këtë marrëdhënie vëllazërore dhe tjetër thjesht kur dëgjon nga televizori se mund të kesh një frymë pozitive që ti e afron bashkimin dhe një negative që i cili e largon, Edhe prandaj po them që çfarë duhet i themi ne këtyre shqiptarëve të Beratit, të Gjirokastrës, që pikërisht ato reagime të cilat vijnë në mënyrë të tillë kaq skandaloze janë thjesht një prekje interesi, si ta thuash, që flasin në këtë mënyrë të tillë. Prandaj cilësova, kjo është një lloj vaksine me të cilat imuniteti jon kombëtar duhet të reagojë fort në kuptimin jo për të baltos siç ata tentojnë të baltosin dikë tjetër, ku e diun se shndrojnë FSHF-n në një institucion që jep pasaporta, domethënë duhet me qenë shumë naive, ose se gjoja po i peshkon ata, kur në realitet nuk po dojnë me pa realitetin, ka një paaftësi menaxheriale, edhe pastaj për të mshef këtë punën e paaftësisë vet, edhe disa pisliqe që bëhen. Ta themi qartë, Kosova sot është ngjashme me periudhën e vitit 2004-2005 kur përflitej dhe flitej për mënyrën se si ftoheshin lojtarët në për grup mosha ose te kombëtarja, edhe tashmë kalimi i Shqipërisë në një dimension tjetër ku ka profesionistë që trajtojnë gjën edhe i shohin lojtarët si asete të rëndësishme të zhvillimit edhe të kontributit. Diferenca është se naiviteti i njerëzve që sot punojnë te Federata e Futbollit të Kosovës organizojnë linçime të tilla për të justifikuar paaftësinë e punës vet, sepse nuk e kemi një rast të izoluar, kemi pafund raste. Kemi lojtarë që luajnë sot në Serie A, edhe nëse do t'i trajtonim që prej moshës 15 vjeçare mirë do të ishin duke luajtur për Kosovën. Kemi lojtarë që luajnë te Suedia, kemi vllajën e Arber Zenelit, që ka jetuar me një pratika, luante për Kosovën U21, edhe e pa se si ja trajtuan vllajën e vet, edhe çoj letrën tham falni. Mënyra se si ju na trajtoni nuk është dinjitoze. Zgjedh luaj për Suedin. Kjo s'ka të bëjë me tradhti.
kjo ka të bëjë me një patriot mirëfillt që tregon se gjërat në futbollin ton nuk po shkojnë siç duhet. Për shkak se mos harron një gjë, që mundësitë e kualifikimit Kosovës kanë qenë të jashtëzakonshme. Mirë, po krejt që to bëmat edhe pa aftësia menaxheriale na ka lënë që lloj stadi, sepse për neve do të ishte shumë rëndësishme kualifikimi, ashtu që jam i sigurt për të kthyer ajo tema, se në rast se Kosova do të kualifikohej në Berlin, ashtu siç kemi festu për kombëtaren shqiptare, gjithë njerëzit të gjithë rajoneve, të Ilirides, Kosovës, Çamërisë, të pjesës shqiptare të Malit Zi, njëjtën gjë bashkarisht do ta bënim edhe në ndeshjen e Kosovës që do të luante në Berlin. Domethënë, na kena një fat që kombe tjera nuk e kanë. Le ta trajtojmë këtë gjë si të tillë, edhe jo si një lloj çështje që neve na ndon, sepse historikisht s'kemi mujt me u ndo. Jemi aty ku, le të themi, jo mishët tua, jemi një gjak i vetëm. Tavlan ka parë reagime, por reagimi më brillant ishte një media dje në Kosovë, e cila thoshte që Spaku duhet të merret pikërisht me këtë çështje e kombëtarëve shqiptare, e cila vazhdimisht po merr lojtarë nga Kosova, deri kaq larg shkon fantazia e disa njerëz. Shkon naiviteti edhe, le të themi, ignoranca. Ti e din shumë mirë për çka është SPAK si institucion, njerëzit e din shumë mirë për çka neve po flasim për këtë temën, mirë po kjo tregon një diçka. Që ato gazeta që nxjerrin edhe që ato gazetar, le të themi, mos ju kërkoj falje gjithkujt që e mendon gazetarin si profesion dinjitetshëm, mirë po në këtë kohën e sotme janë thyer është fut gjithkush edhe mendon se ose pretendon se është gazetar. Hedhja e këtyre shashkave dhe këtyre gjërave nonsensit tmerrshëm tregon veç një gjë. Ka pas një skandal që është publikuar nga një media caktuar në Kosovë, se si Federata e Futbollit të Kosovës përdor paratë e futbollit për të paguar gazetarët të caktuar. Domethënë jena aty fol për një lloj ndërmarrje që shqetësim ka vjedhjen e paras edhe keqpërdorimin, edhe asnjëherë nuk ka pas një shqetësim ose një reagim për çështje dinjitoze çfarë duhet jenë këtu. Mos harroni, ju kemi pas një skandal vitin e kaluar kur nga komunikata e Federatës Futbollit të Kosovës janë akuzuar njerëz dhe gazetar të Shqipërisë dhe Kosovës për lidhje kujdjune me inceneratore, me gjëra skandaloze. Domethënë një institucion që nuk është në gjendje të merret dhe të trajtojë futbollistat, po merret me kësi gjana SPAK-u, inceneratorët, kjo tregon veç nivelin e katandisjes të këtij institucioni që fatkeqësisht po na bën dëm edhe në këtë aspektin për cilën folëm, në marrëdhënie që s'do duhej asnjëherë me qenë transaksionale në mes Kosovës dhe Shqipërisë, sepse janë ndjenja edhe gjëra që lidhen përtej çdo lloj momenti ose ku e diun e bisede tjetër. Toberlani tha edhe diçka tjetër, tha që do të ndaloj këngën Mora Fjalë dhe këngët e tjera patriotike për lojtarët e Kosovës së 21 përpara takimeve të tjera pas kësaj që ndodhi me Etnik Brotin. Si të duket ky vendim, nëse këta personazhe, Toberlani dhe personazhe të tjerë Kosovë hapin debat për Shqipërinë, për Federatën Shqiptare të Futbollit, që është turp që ka hequr këngën Mora Fjalë nga Albania, pasi do të bashkëpunojë me Serbinë dhe e hoqi këtë këngë. Por nga ana tjetër kush është më e turpshme? Kjo, nëse e marrin të më qenë vërtet që vërtet Shqipëria pas ka hequr këngën nga stadiumi Mora Fjalë për shkak të bashkëpunimit me Serbinë. A është kjo më e tmerrshme apo ajo që bën Toberlani që do të heqë këngën Mora Fjalë për lojtarët, sepse disa prej tyre po vendos Shqipëria? Po, çështja është se edhe nëse është e vërtet ajo e para me Shqipërinë, edhe nëse ky tentimi i Toberlanit, gjë që nuk e di për vërtetës, që Një deklaratë të cilën e ka thënë vetë në emision. Nëse e ka thënë është naivitet i madh dhe më vjen keq se unë e kam pas trener dikur edhe kam një konsideratë dhe respekt për pozicionin e trenerit, mirë po unë besoj se frustrimi i tij është në formën e reagimit është pak skandaloz. Më vjen keq që duhet me thonë, mirë, po kjo është një çështje që nuk më bën të stepë mu, jo për Toberlanin, po edhe nëse prindi im do të bënte një gaf tillë, do duhej ta thosha, për shkak se kombi është mbi çdo individ edhe mbi çdo tjetër. Kështu që unë gjykoj se nëse ka këtë lloj mendimesh, atëherë le të trajtojmë këtë gjë si profesionale. Ku në botë ka një trener që guxon dalë dhe t'jap deklarata skandaloze dhe institucioni, që është punëdhënësi i tij, nuk ka një reagim mbi këtë çështje. Domethënë po flasim për trajtimin e profesionit në rend të parë, po edhe asaj
Stemes dhe Flamurit Kosovës duke u përdor për një llosje dikujt tjetër. Kujt i lejohet kjo? Si lejohet as presidentit vendit? Nuk i lejohet as një lloj njeriu në tokë që guxon të përdor terma të tillë. Masne ti s'mundesh me ndalu një këngë se aja buron prej shpirtit të kombit. Si andej kufirit, si këtej kufirit, si në zonën shqiptare të Maqedonisë, si në zonën shqiptare të Malizi edhe në Qameri. Domethënë po flasim për diçka që është shumë e gabueshme. Unë mendoj se në reagim institucional do duhet kishte mas pari një kërkim falje nga Afrim Toverlani për egzagerimin edhe gafat në frustrim me sipër që ai ka thënë. Edhe pastaj do të kishim një deklarat nga Federata e Futbollit të Kosovës që ta trajtonte me dignitet këtë lloj çështje, duke ju tërheq vërejtjen kujdo që guxon me u fut në këtë lloj diskutimi, sepse kjo mbetet veç një diçka që është trajtim profesional. Edhe ne deklaratët do duhet ishim i falenderojmë Etnik Brutin për kontributin që ka dhënë të shpresat e Kosovës, i urojmë shumë sukses në përfaqësimin e vlerave tona kombëtare edhe flamurit kombëtar. Me kaq na do t'i kontribuonim që asaj për cilën po flasim. Trajtimit të shajt ashtu që është i flamurit kombëtar, edhe jo këtë lloj divergjencash që këta na i sjellin me budallaki, fatkeqësisht duhet ta them. Po për ato komente të cilat vijnë nga shqiptarët e tjerë të Kosovës, çfarë mendimi ke për shembull, kam dëgjuar shumë herë kur thonë që nëse do të ishin shqiptarët e Kosovës në kombëtare, shqiptarët e Shqipërisë do shikonin europianin gjithmonë nga televizori. Si mund t'i japësh një koncept, një ide, nuk e di, kush është ai reagimi jot kur dëgjon komente të tilla? Le t'i përballim me të vërtetën. Për hir vërtetës, ky lloj diskutimi edhe ky lloj smjere që njerëzit kanë si andej kufirit, si këtej shqiptar të Tiranës, Lushnjës ose kudo vendeve tjera, sikur Mitrovicës edhe ku diun Gjilanit e kështu. Këto lloj reagimet vjen në këtë trendin e asaj që quhet hajt të them diçka. Në fakt ke pas edhe shumë njerëz nga Shqipëria që thonë po kosovarët na kanë ndihmuar. Po, ju po hajde të flasim për të vërtetën. Është shumë e vërtetë. Shqiptarët i kanë ndihmuar kombëtarët shqiptare. Kjo është ajo që është, si më thon, diversiteti lingvistik edhe krahinori joni duhet më u përdor si pasuri kombëtare, jo si hapësinë që neve me na nda. Nuk duhet me kon. Kjo lloj mënyre, nëse flasim për të vërtetën, nëse flasim për talent, kush prodhon talent më shumë. Sot e kemi kapiten Xhemshitin që vjen nga pjesa e Preshevës, Medvegjës edhe Bujanovcit. Është një shembull që duhet mu ndjek. Është një kapiten edhe një futbollist dinjitoz. Kemi kudo shqiptar, kemi Mitajn që vjen nga pjesa e Trinjve, kemi Muçin, kemi gjithë ata lojtar, kemi Ylber Ramadanin që luante te Partizani. Këto janë disa të vërteta në cilat na duhet me i përball. Kemi Ermir Rashicën që në Kosovë nuk e fusnin me lujt, erdhi te Skënderbeu, u zhvillua dhe tregoi potencialin e vet edhe sot luan në ligën ukrainase. Domethënë, na kena me kalu këtë lloj infeksioni veç kur përballemi me disa të vërteta që janë. Futbolli është një sport që në këtë rast, futbolli i kombëtarës edhe i Kosovës, edhe i Shqipërisë, na tregon vlerat tona të përbashkëta. Nuk duhet me qenë qasi lloj diskutimesh, po ku ndikohen këto njerëzit që komentojnë, ajo që thash më herët. Njerëzit që kanë një post, duhet kuptojnë qoftë trener, qoftë kryetar federate, duhet të jenë të kujdesshëm në ato që shprehin, për shkak se pavarësisht çfarë lloj niveli kanë ata, njerëzit i shohin me një admirim edhe nganjëherë krijojnë opinione që na bojnë dëmb dhe nuk është mirë. Po këtë Armand dhe një pyetje fundit, më kujtohet Armand Duka kur ishte i ftuar në një emision këtu në Shqipëri, ishte përpara pak kohësh dhe ka qenë po një histori si tatni me Etnik Brutin, cili për lojtar që i kërkonte Shqipëria nga Kosova dhe zyrtarët e Kosovës ishin kundër kësaj, dhe Armand Duka tha me batut që do të donte të merrte dhe Don Zhegrovën, por ishte pamundur që ta merrte. Nëse Don Zhegrova nuk do të kishte luajtur ende me Kosovën, mendon se mund t'i prishej mend edhe linjën e Shqipëria? Nëse do t'ishte mundur mbas rregullave. Po, na sqaron shumë çka kjo pyetja jote. Para punës kur flasim për Brutin, edhe mund të flasim edhe për cilin do emër, po flasim në princip, është pyetja që vjen natyrshëm është, a është e ligjshme kjo që po bëhet? Po. FIFA dhe UEFA e lejojnë. Tash mbi çito i bën që nëse Zhegrovas do të luante për Kosovën, ku ka më mirë se kish me lujt për
Shqipnin. Ku ka ma mirë? Një magjik që ofron gjonat magjishme me Shqipërinë, qoftë në Europian, qoftë me atë historinë që kërkohet bëhet për të kualifikuar në botror. Mirë, po unë ç'a mendoj? Reagimet e gabueshme na bëjnë neve hapin, le të themi, një kanal ose një diferencë që këto njerëzit që janë përgjegjës të mos koncentrohen në punën e duhur. Ashtu që është historike ajo që ka bërë Shqipëria në kualifikimin me Europianin e parë edhe dytë, edhe tendenca për të kërkuar botrorin. A e dini se 100 fish ma historike është që na bashkarisht bëjmë një plan, sepse Kosova duhet të marrë pjesë në një kompeticion europian. Mirë, po kjo mënyra kur njerëzit kompetent nga Federata e Kosovës kanë këtë lloj qasje, ti e ki tim menaxher të Kosovës, Bajram Shala kom shtypen, që mënyrën ja i flet publikisht, edhe ti e ki një federat që nuk reagon ndaj një zyrtarit vet, atëherë kena një problem. Edhe kjo vjen të çajo pjesa sa fatkeqësisht neve kemi potencial shumë, mirë po derisa të kuptojmë se mënyra se si i trajtojmë këta lojtarë dhe mënyra se si dojmë ndërtu strategjinë e zhvillimit, nuk bëjmë asnjë ditë një hap para, edhe veç mbesimi në këtë lloj diskutimin ku njerëzit rrinë dhe shkruajnë edhe ku e di kryqëzojnë njerëz të tjerë, gjë që është shumë e gabueshme. Tavlan Dajaku, ishte shumë kënaqësi që kemi bërë këtë intervistë bashku dhe duke shpresuar se do të jemi në tjera intervista së bashku në të ardhmen. Kënaqësia absolutisht e imja dhe ju përgëzoj shumë për punën edhe për profilin super kualitativ të emisionit, sepse jeni të fokusuar në ato që është e shenjtë për gjithë ne. Edhe punë të marrë, shihemi patjetër me kënaqësi. Shumë faleminderit, Tavlan, përshëndetje.